Dua të flas për energjinë. Do të bëhet Shqipëria një pikë hyrëse për gazin për Evropën, a ka ndonjë diskutim tillë? Tani nuk I kërkova leje ambasadorit të SBA-s këtu për të dhënë asnjë informacion, por mund të flas pa lejen e grekëve, pa lejen e europianëve, por nuk flas dot pa lejen e amerikanëve, sepse mund bëhen shumë të këqinj. Kështu që ndoshta është anasjellta. Po, ka një lloj konspiracioni për ta bërë Shqipërinë. Në fakt, më pëlqen shumë kur të gjithë në rajon thonë duam të jemi qendra e kësaj, qendra e asaj, dhe në fakt aty pas në mendje është ideja për t'i gëlltitur të gjithë, po jo, ne nuk duam t'i gëlltisim të gjithë. Ne kemi shansin për ta pasur këtë gjë dhe miqtë tanë Amerikan janë të interesuar, janë mjaft ndihmues dhe nga ana tjetër jemi shumë të lumtur që jemi angazhuar në një bashkëbisedim të mirëtillë me Greqinë për çështjet e energjisë që shpreh disa